Selam aleikum hoxh, kur është nata e Kadrit? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Pra në këto net që ne ndodhemi. Në netet teke të këtij muaji, pra të 10 netëshit fundit, dhe mendimi më i madh i dietarëve është që kjo natë ndodhet në natën e 27. Madje ka pas sahab që betohej. Dhe këtë vit, pra i bi të jetë ditën e mërkur, në mbrëmje, pra sa po perëndon dielli ditën e mërkur, që është data 26, hymë në natën e 27, dhe vazhdon të jetë pra deri në agim. Pra nga perëndimi i diellit të ditës së mërkur, që është data 26, deri në agim të ditës së njëjte, që është data 27. Allahu ju rujt.